të ndër pajisjet që aktualisht Regjimenti i Operacioneve Speciale është në përdorim, ne themi që më modernat NATO aktualisht, duke përfshirë armatimin e rëndë, që përdor grupi special si mitralos, sniper, armatimi jon personal, armë e vogël, armë e gjatë, radiot e komunikimit që përdor grupi në gjitha llojet e operacioneve speciale. Këtu kemi pajisjet e shëndetësisë, që i duhet një grupi ku merr pjesë në detyrat e caktuara, pajisjet alpinizmit, pajisjet zgjaniera për shpërthime të ndryshme. Gjithashtu kemi dhe setin e pajisjeve të zhytjes, qark të mbyllur, që përdoret vetëm për operacione specifike. Gjithashtu, Regjimenti i Operacioneve Speciale është shtuar edhe motorskafet që kanë një kapacitet 9.5 metrë, 7.5 metrë dhe 4.5 metrë. Mund t'i përdoren në çdo lloj operacioni. Faleminderit. Shqipërisë në stacionin e batalionit komando, do i prezantojmë armatimin edhe pajisjet që përdor operatori komando në operacionet luftarake dhe ato servitore. Kemi armatimin mortarit 81 mm dhe 60 mm, kemi pajisjet e komunikimit, pistoletat, armatimin i cili është nga më modernët që po vjen në batalionin komando dhe i shërben operatori komando për të kryer çdo lloj operacioni. Sniperi që ka ardhur tani i fundit është nga më të mirët dhe pajisjet e tjera që shërben për hapjen e shtiqjeve në operacionet urbane. Faleminderit. Salemi, marka e kompanisë Limit. Siç është nga asaj që kemi të kompanisë Limit, është droni Puma RC-20P, i cili përdoret për mbledhjen e informacionit si me anë fotove si me anë videote. Gjithashtu është edhe një video që kemi bërë në fundit të çështës video. Faleminderit. Zoti Baronesë të Gjersa Mishene, grup batalionin komisarisë Let, aktualisht kemi 3 mortare të ndodhura 60, 81 dhe 120, bëjmë mbështetje me zjarr të forcat sociale në Klim. Armatimi Let M4, MG4 dhe modeli Sniper. Jam armatim. Ministër, këto mortaja praktikisht ne do fillojmë t'i prodhojmë vetë në Shqipëri. Nuk do importojmë mjetet të tilla, do kemi edhe mortaja që mund të pozicionohen me mjetet e blonduara, po ashtu të prodhuara në vendin tonë. Dy modelet e Sniper bashkë me operatorin, spotter i cili bashkëpunon me Sniper për saksinë e zjarrit. Komplet janë aksesorë që operatori mund të përdoret edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës, edhe në kushte të vështira të terrenit. Njësoj gjithashtu për fshjetën e emergjenca civile është seti i zjarfiksit gjatë stinës verës, njësoj është angazhuar goxha në pjesën e lurës, propojës. Në pjesa tjetër është komplet seti i ushtarakut. Gjithashtu gjatë operacioneve të mbështetjes paqe në Kosovë dhe në Bullgari është seti Robocopit, i cili përdoret gjatë kontrollit të tunave dhe revoltave civile. Faleminderit. Zonën e rekrutimit të shkollave të gjimnazeve të zonës. Janë të rinjt. Janë të shkollave që është faza e rekrutimit në këtë proces, i ftojmë që të marrin pjesë, shikojnë pajisjet, të updatojnë me gjithë aktivitetet ushtarake dhe janë. Ju keni ardhur për qef apo keni ardhur për parë? Në kuadër të orientimit dhe këshillit të karrierë. Keni dëshirë ta shikoni mundësinë që të bëni pjesë në forcat armatosura? Pse jo? Po ti më, hajde. Ju kam me shumë dëshirë të takoj mua apo të bëj pjesë në forcat armatosura? Nuk e kam pantallonat se më ka qef. Akademia Forcave Armatosura bashkë me Në personel e rekrutimit, që merret me rekrutimin të lidhur të reja për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Si ushtar detar aktiv, por edhe si oficer. Sot vjen këshilltar nga Pentagoni që na mbështet për burimet njerëzore. How are you? Good. Po me rekrut të rinjë në më mirë, jeni çdo vit më mirë. në fazë të rekrutimit të rekrut. Dhe në vetëm të procesit gjithë në veçitë Po ka ardhur me rritë. super oficera, dhe të ushtarë. Kjo është agjencia e ndërlidhjes. Aktualisht ju keni miratuar urdhrin që ta kthejmë në komandë kibernetike bashkë me njësinë kibernetike. Këtu jemi në displein e Agjencisë së Ndërlidhjes dhe Informacionit, gjithashtu dhe në njësinë ushtarake dhe sigurisë kibernetike. Këtu janë sistemet e radiokomunikimit, këto sisteme janë sipas standardeve të NATO-s, janë të kompanisë
Aris dhe përdoren për komunikim në nivel strategjik, operacional dhe taktik. Komunikimi është i enkriptuar deri në nivelin tepër sekret. Gjithashtu të fundit për garancia ne kemi sistemet e fundit të cilat të sigurisë kibernetike. Këto sisteme janë mobil, janë të transportueshme, mund të hostohen në çdo infrastrukturë, jo vetëm të forcave të armatosura, por edhe në infrastrukturat e tjera kritike të vendit. Faleminderit. I nderuar zoti kryeministër, unë jam kolonel Jata, komandanti i regjimentit të operacione speciale. Për nder të arrestuar kemi përgatitur një demonstrim të shkurtër të disa nga aftësitë e regjimentit të operacione speciale. Në këtë demonstrim marrin pjesë forcat komando dhe forcat e batalionit të special. Ky demonstrim do të nisë me një angazhim goditje direkte që do të kryhet në të majt tuaj të godina Trekaqe, më pas për të vazhduar me gjithë aktivitetin përballë jush. Operatorët special kryen detyra speciale në zona me rrezikshmëri të lartë, ato zakonisht kryen 3 detyra bazë të tyre, që janë goditje direkte, zbulim special dhe asistencë ushtarake për ngritjen e kapacitetit dhe fuqive luftarake të njësive. Me qëllim paraprirjen e operacionit, snajperi është vendosur më parë në pozicion dhe neutralizon të gjithë rrezikun e mundshëm për trupat që do të kryejnë ndryrjen në objekt. Parkuar në një zonë me rrezikshmëri të lartë, ata lëvizin mbasi informacionit të caktuar, të cilët i lejojnë mbrojtje të njëri tjetrit. Kanë komunikim jo vetëm me komandën e prore, por komunikim dhe shenja në grup gjatë gjithë dinamikës së kryesisë të tyre. Të gjithë operatorët mbulojnë një kënd sigurie prej 360 gradë. Këto operatorë janë të mirë trajnuar, mirë organizuar, mirë pajisur, të cilët kryen operacione speciale me metoda jo konvencionale.
përket zjarrit të kundërshtarit. Veprimi tjetër që do të shikojmë është një veprim që quhet 5-25 në anën taktike. Këto veprime zakonisht bëhen në urban, në linje. Kërkon përgatitje të lartë luftarake, mbi gjitha kërkon një vetbesim, jo vetëm për vete, por edhe shokun që të ketë besim në aftësitë e tij. Tash është qitja e precisionit. Ajo qitje zakonisht zhvillohet kundër objektive në vlerë të lartë. Do të thotë çdo goditje është në objektiv. Ti put në gjitha. Zoti kryeministër, ne stërvitemi me forca speciale amerikane, të drejtën gati një vit që i kemi këtu çdo ditë dhe aftësitë tona janë të njëjta me ta. Po. Pa janë atë. Është një grup special 12 vjellash. Këtu kemi veprimet në përparimin në fushë betore. Ky ushtrim ka një dinamik shumë të lartë, ka një komunikim të jashtëzakonshëm, ka ndrime krërash gjatë gjithë kohës, ka mbështetje kur lëviz grupi tjetër, ka edhe ndrimin e armës në fund kur mbarojnë dhe fishekët. Ju faleminderit. Gati jemi nëse doni. Dhe jemi përgjithshëm. Cilat që hapur të mendur Ajo një ekspozuar disa pajisje që në zhvitjes, grupi të mëndinë në New York dhe grupi operacioneve të operacioneve ndalimit detar, operacioneve të grupit bërtimit. Tani në 8 prill. Po, Në 8 prill vjen anëja luftarake. Sa bëhen tani me bashkë me të që vjen tani? Kadri kemi klasë të liria, që janë operacionale, që aktualisht operojnë vetëm e gjenës të vite fotokopë që kemi kuadrë. Si është shikoni këto në më të një ekspozuar armatimin dhe pajisjet që të bënë operator të kërësu shtarake, në kërën duhet të pjathë kemi këshyre në vendim gjarës në operator të kërësu. Ne po finalizojmë gjithë vend komandën e specialsave që do kenë të gjitha kapacitetet aty edhe mbrojtjen e tyre kibernetike, sepse i do jenë forcë vetëmjaftueshme, e cila mobilizohet me urdhër të qeverisë në momente të misioneve speciale sipas të gjitha standardeve.
Zoti Kryeministër, jam kapiteni Eduard Moraku dhe këtu ndodhemi në stacionin e kompanisë LD të Komandës Mbështese. Kjo kompani është krijuar në vitin 1999 me misioni për eliminimin e rrezikut që vijnë nga municionet e paplasura dhe që kërcënojnë jo vetëm personelin ushtarak, por edhe instalimet, tronën dhe popullsinë civile. Ne vazhdojmë të jemi një aset i çmuar në aspektin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar, ku për çdo javë kryejmë 2 deri në 3 operacione duke mbështetur jo vetëm forcat armatose, por edhe popullsinë civile, gjithashtu në aspektin ndërkombëtar, vazhdojmë kontributin tonë në mision ndërkombëtar, që duke filluar që nga viti 2008 deri në vitin 2013 në Bosnjë Hercegovinë, 2016-2020 në Mali, Afrikë dhe që nga viti 2017 vazhdojmë angazhimin shumë të çmuar në Letoni. Kanale këtë shpëtimin e bunarit të orës, në cilë është shpejt do bëhet operacionale dhe në këtë pajisën cilë Këta janë pjesë e sektorit e emergjencave civile, që ne bëjmë pjesë në emergjencat shumë si brenda dhe jashtë vendit, kena marrë pjesë Turqi dhe Greqi ku ka ra pjesa Kinetit. Janë gjitha aksesorët e reja që ne kena marrë blerje mas 2019 dhe të gjithë pajisët që ne disponojmë të reja. Do vazhdojmë të investojmë në mjete speciale për emergjencat civile dhe do të shtojmë edhe një brigadë të re për mbulimin e mirë të territorit, sidomos për pjesën e jugut që ka qenë e pambuluar. Zoti Kryeministër, ne kemi forca speciale, të cilët veprojnë disa nga aftësitë alpinistike. Shpeshherë këtyre trupave ju bie të ndeshet me terrene të vështira. Shpeshherë këto trupa do të shkojnë në prapavije të kundërshtarit për të shpëtuar shokët apo kolegët e tyre. Dhe ato do të kenë aftësi të mira speciale për të bërë zbritje. Këto përdorin disa teknika, si teknika Dylf, teknika Meridian, teknika Fastrop, janë teknika të cilat ne gjatë gjithë kohës i praktikojmë, jo vetëm me kursin bazë të grupave komando dhe forca speciale, por edhe gjatë periudhës vjetore në një program të veçantë. Shkimja, kapacitet kombëtar i NATO-s, njëkohësisht kemi marrë të gjitha masat edhe për identifikimin të gjitha mangësive që kemi në mbrojtje kundërkimike. Njëkohësisht edhe NATO po zhvillon një doktrinë të re për këtë qëllim, edhe ne jemi në bashkëpunim me ata për hartimin e dokumentave tonë strategjike për këtë qëllim. Kjo është godina e re, përfundime sipër dhe me të gjitha infrastrukturën edhe nën toksore. A është palestër?